Do thoja këtë që shpeshherë neve nutricionistët, përgjithsisht dietologët, gjatë gjithë kohës japin këshilla se si duhet të ushqehesh, cilat ushqime të eliminosh, ose të zëvendësosh këtë me atë që të jesh më i shëndetshëm, të reduktosh kaloritë. Dhe harrojnë shpeshherë që kemi një problem tjetër, që ky rast që më thua ka të bëjë me atë që njisin ngrënia emocionale, që është një mënyrë përballimit të emocioneve, por një përshtatje e gabuar, do thoja. Dhe kjo është arsyeja pse thjesht këshillat mbi dietë nuk mjaftojnë. Dhe kjo është arsyeja pse në të tilla raste rekomandohet pikërisht këshillimi me trajtimi apo ndjekja me psikolog. Pra, e vetëm një mënyrë e menaxhimit të kësaj situate që është rësisht e lidhur me sferën emocionale është përmes seancave me psikolog, të cilat do të mësojnë teknikat të menaxhimit të duhur të emocioneve, duke gjetur alternativa të tjera. Pra, në vend që ti, për shembull, mund të jesh duke kaluar një situatë stresuese, mund të jetë në punë, në jetën personale dhe ti fillon pastaj çfarë të dalë përpara në mënyrë të pakontrolluar, dhe sigurisht që kjo do të ketë pasojë në shëndetin tënd fizik mbi të gjitha. Në vend që ti të bësh këtë lloj veprimi, mund të gjesh teknika relaksimi, që mund të jenë individuale më pas. Kjo varet nga secili prej nesh, është psikologu ai i cili na mëson rrugën e duhur, secili prej nesh është i ndryshëm dhe ka mënyrën e vet të menaxhimit të situatave. Për shembull, për mua, mënyra se si unë do të relaksohesha do të ishte që të dilja për një ecje me muzikë. Dikush tjetër për shembull mund të kishte nevojë që të marrë ditarin dhe të shkruaj. Dikush tjetër mund të shikojë një film përsëri pa ngrënë ushqim. Pra duke qenë ushqim të shëndetshëm. Si ndikojnë ushqimet në trupin tonë? Tani ushqimet për sa kohë konsumohen në mënyrë të shëndetshme, do të ndikojnë për mirë patjetër, dhe unë jam partizane asaj që nuk duhet të kemi eliminime apo dieta ekstreme. Pra, shumë njerëz i dëgjoj sot që thonë nuk konsumoj sheqer fare. Tani çfarë do thotë nuk konsumoj sheqer fare? Duhet ta nisim që nga A-ja, nga ABC-ja e gjës, që do thotë ka disa lloje sheqeri. Pra kemi sheqerin e shëndetshëm, që është sheqeri natyral që gjendet te frutat, te perimet, te drithërat, te qumshi, për shembull kemi laktozën ose dhe galaktozën. Dhe kemi edhe sheqerin e shtuar, që është ai i tavolinës, sheqeri i bardhë, që gjendet tek ëmbëlsira, tek pijet e gatshme, tek produktet e paketuara. Patjetër që ky është lloj sheqeri që na dëmton shëndetin tonë. Dhe duhet të eliminohet ose të paktën të reduktohet sa më tepër të jetë hundur nga dieta. Por sheqeri i shëndetshëm, ai që vjen nga fruta, nga perimet, patjetër që duhet të konsumohet, dhe nuk më bën sens as pak që të eliminohet rësisht nga dieta jonë. Por sheqeri dihet që është burimi kryesor i energjisë për trupin dhe për trurin tonë, ka domosdoshmëri. Mendo për shembull fibrat. Fibrat çfarë janë? Janë sheqer. Fibrat janë një lloj sheqeri që gjatë gjithë kohës neve rekomandojmë konsumimin e tyre, që treten me një vështirësi të madhe nga organizmi jonë, por përkundrazi do të ndihmojnë që të kemi marrjen e energjinë në mënyrë të vazhdueshme për trupin tonë, dhe ndihmojnë edhe mikrobiotën, pra mikroflorën bakteriale. Ose me për shembull rastin e yndyrnave. Gjatë gjithë kohës themi që duhet të kemi një eliminim total të yndyrnave. Sigurisht që duhet të kemi kufizim të sasisë së konsumimit të tyre. Sigurisht që duhet të zgjedhim ato yndyrna të pangopura. Nuk mund të konsumojmë në sasi të mëdha, por jo të eliminojmë tërësisht nga dieta jonë, sepse dhe yndyrnat kanë një rol thelbësor për trupin tonë. Membrana qelizore, pra çdo qelizë e trupit tonë në membran ka përbërje të acideve yndyrore. Pak më thjesht, sheqeri thuhet që ndikon në ankth. Sheqeri thuhet që ndikon në gjithçka që shkatërrohet në organizëm. Tani, si do ishte një dietë perfekte? Pyetja e parë, kemi 3 vakte ushqim, mëngjesi, dreka, zemra. Këto 3 vakte i ka vënë dikush? Është domosdoshme që duhet të respektoj 3 vaktet dhe të rrëzojmë disa mite. Do të bëj disa pyetje të shkurtra, pse pak nga pak që të rrëzojmë disa mite. Pyetja e parë, pa sheqer fare apo të konsumojmë sheqer? Konsumojmë sheqer që vjen nga fruta, perime, nga qumshti, pra nga produkte natyrale. Jo sheqer industrial. Sheqerin industrial, ëmbëlsirat, produktet e paketuara. E mira është të mos e konsumojmë. Tani jemi realist, është pak e vështirë që të realizohet. Nuk është fundi i botës që të vinë ditë nuk do konsumoj sheqer, po jam në një ditëlindje, do marr tortën se nuk është fundi i botës në rast se ti konsumon një sasi të vogël sheqeri në rrallë duke
bërë pastaj gjithmonë në çdo rast edhe rregullim të dietës tënde. Pra, ki parasysh diçka që unë sot po konsumoj një sasi të konsiderueshme sheqeri, se ëmbëlsira patjetër që kanë shumë sheqer. Pra, sot po shikoja një kavanos të vogël kosi frutash, në fakt në përbërjet e tij kishte 2 lugë gjelle me sheqer të bardhë, po të lexosh ato përbërësit. Pra, realisht mendonja që nuk është se i ndjeri shumë ëmbëlsia, mendo pastaj një copë torte që patjetër ka shumë sheqer, por ti do bësh për shtatin e dietën tënde që të reduktosh pastaj sasitë e tjera të kalorëve. Konsumova një copë torte tani, si duhet ta rregulloj dietën, çfarë duhet bëj? Pra, do reduktosh sasinë e kalorive që do konsumosh gjatë ditës. Unë rekomandoj këto mbajtjen e ditareve që sot është bërë shumë herë me thjesht edhe përmes aplikacioneve në fakt, ku ti mund të shkruash produktin që ke konsumuar dhe sasinë, dhe ato llogaritë direkt kaloritë, sheqernat, yndyrna, proteinat dhe të orienton për zgjedhjet e tjera gjatë ditës. Ka pjesë të ndryshme të ditës që ndjehem i lodhur. Vjen pjesa e drekës, kryesisht më kaput gjumi dhe kam nevojë për sheqer. Pra ha një akullore, ha një tani në rastin e verës, por përgjithsisht marr diçka që është me sheqer. Çe ndodh kjo dhe çfarë? Kjo të ndodh sepse ke krijuar tashmë një rreth vicioz, që do të thotë, ky sheqer industrial të rrit ndjesinë e lodhjes. Prandaj thash, ka dy lloj sheqer. Te sheqeri natyral është një lloj sheqeri i cili ty ta jep energji në mënyrë konstante. Pra ti ke fuqi gjatë gjithë kohës, nuk ndihesh i lodhur dhe ndihesh dhe i ngopur për një kohë më të gjatë. Ndërsa ky sheqer artificial përkundrazi tretet shumë shpejt se është i rafinuar, pra është i përpunuar dhe ky të siguron ty një energji të menjëhershme, por që mbaron shumë shpejt dhe pastaj ti do kesh nevojë të marrësh përsëri ëmbëlsirë, duke kërkuar kështu edhe një formë thonjëse varësie ndaj sheqerit që do kërkosh prapë të konsumosh sheqer sepse ndihesh i lodhur, sepse ndihesh i pangopur dhe futesh në të rrethin vicioz që sa më shumë sheqer të konsumosh, më shumë do konsumosh. Përveç edhe pastaj që shpeshherë mund të krijohet atë ndjesinë e kënaqësisë sepse shëron dopamin në trurin tonë dhe kjo na bën që atë ndjesinë, pra ndihem mirë se ëngra akullore dhe pastaj që të ndihesh përsëri mirë kur je mërzitur do të hash prapë akullore. Në mëngjes, dieta perfekte. Ha mëngjesin bollshëm, ha drekën më pak dhe mos ha darkë fare, ha darkë pak. Kush i përcaktoi këto 3 vakte dhe a është mit kjo apo është e vërtet që duhet funksionojë kështu? Tani, ajo që do thoja është një herë mëngjesi bollshëm, çfarë në kupton një mëngjes i bollshëm, sepse shpesh mund të krijojnë keq kuptime dhe të duket sikur mund të hash shumë gjëra. Kur thua një mëngjes të shëndetshëm, do thoja unë, duhet një mëngjes i plot. Dhe mëngjesi i plot duhet patjetër të ketë përmbajtje të proteinave dhe një balancim. Unë do sugjeroj për shembull që në mëngjes të mos e ndaj asnjëri prej nesh atë vezën e zier, pse jo edhe 2 kokra në ditë, që edhe do ta shikoni që do ju bëj diferencën dhe do ndjeni shumë më të ngopur gjatë ditës. Në mënyrë që të menaxhoni më pas dhe marr sasitë e kalorive që do të merrni më pas, sepse nëse për shembull të sfidoj që ta provosh, konsumo vezë për mëngjes të ziera, që është edhe mënyra më e shëndetshme për t'i konsumuar, dhe do shikosh që nuk do të vijë uria shpejt për drekën. Ndërsa në rast se mungojnë proteinat në mëngjes, pra nëse do ta provosh, do shikosh që do të vijë uria shumë shpejt edhe mbase edhe mund të mos e kontrollosh zgjedhjet dhe mund të mos jetë zgjedhje të shëndetshme, ato që do kesh pra para vaktit të drekës nëse konsumon diçka para këtij vakti ose edhe gjatë drekës pastaj. Sa do të jetë distanca nga vakti në vakt? Ka ndonjë rregull? Kjo shiko, varet, por që shiko, secili nga ne ka një metabolizëm të ndryshëm. Megjithatë, një rregull i përgjithshëm është. Pra, mëngjesi është ai që duhet të konsumohet patjetër në gjykimin tim për arsye se sa më herët? Sa më herët. Përgatitemi për ditën, konsumojmë në mëngjesin dhe bëhemi gati dalim nga shtëpia. Nëse do ma përcaktoje me orare, mëngjesi quhet ora 6 deri në orën 10, mbas 10-s nuk quhet më mëngjes? Apo mëngjesin ta han 12 dhe në orën 3 ta drekën dhe prandaj tash kush i përcakton këto? Ka një i kemi përcaktuar vetë ne njerëzit apo ka një rregull natyror që duhet të funksionojë kështu për metabolizmin? Shikon, trupi njeriu funksionon me disa që njihen si orë biologjike. Pra, janë disa cikle vetë rregulluese të cilat funksionojnë dhe është si puna e saj, feedbacku që ka organizmi jonë është gjatë gjithë kohës në një proces vetë rregullimi. Pra, dhe
gjumi për shembull është një cikël që ndjek ritmin e tij. Dhe metabolizmi ndjek ritmin e tij. Dhe patjetër që ka disa orare specifike që duhet të respektohen. Pse themi ne për shembull që duhet të flem herët natën dhe të çojmë herë në mëngjes? Sepse në këtë mënyrë do të favorizojmë edhe një jetesë më të shëndetshme. Dhe do ta kuptosh, do të ndihesh më mirë dhe fizikisht, por edhe nga shëndeti mendor dhe emocional do të ndihesh shumë më mirë nëse ti ndjek një gjë të duhur të gjumit. E njëjta gjë ndodh edhe me ushqyerjen dhe me metabolizmin. Pra nëse ti ndjek disa rregulla, mëngjesit ta konsumosh sigurisht në orarin e mëngjesit, drekën në orarin e drekës dhe darka unë do thoya të mos eliminohet plotësisht, por do të konsumohet, jo të eliminohet. Jo të eliminohet plotësisht, por të konsumohet diçka e lehtë dhe të konsumohet maksimumi, unë do thoja në orën 7 mbas dite të jetë e fundit dhe të mbyllet aty. Pra pas 7-s jo. Nuk është e permetik patjetër, sepse kjo varet shumë pastaj edhe nga orari se kur ti shkon për të fjetur. Jo, po flasim si është rregulli art biologjik se. Unë do sugjeroja orën 7 të jetë. Po zakonisht na ftoj në orën 9, po them si është rregull biologjik. Ke pastaj edhe pas 7-s, jo. Pra në rregull më mendoj normal që është orari më i përshtatshëm për ta mbyllur më pas. Dhe sa më lehtë. Sa më lehtë sepse kuptohet që si çdo funksion tjetër biologjik, edhe pjesa e metabolizmit do të ngadalësohet gjatë gjumit dhe nuk është mirë që të rëndoheni sepse nuk është aparati tretës në kulmin e funksionalitetit të tij. Mëngjesin duhet ta konsumoj patjetër apo jo? Patjetër që duhet të konsumohet dhe mëngjesi sepse është ai i cili do të vënë në lëvizje metabolizmin ton. Pra, është si një thirrje për të çuar nga gjumi aparatin tretës. Kafen duhet ta pjesëm apo duhet konsumoj mëngjesin, do të çojmë mëngjes pi një gotë ujë pastaj konsumoj mëngjesin? Unë do sugjeroja që e mira është të mos konsumohet esëll kafe, të konsumohet një herë mëngjesi, pra patjetër që mëngjesi nuk është thjesht kafe ujë, dhe është më pak jo flas para se filloj me mëngjesin, do të pi një gotë ujë, janë këto mitet, një gotë ujë të valuar me limon. Unë do pish ujë. Ajo është zgjedhje personale pastaj. Secili prej nesh ka një metabolizëm të ndryshëm, pra ka persona të cilët kanë një metabolizëm më së normal dhe nuk është se i përbën një domosdoshmëri në gjykimin tim ajo gota ujë sa çosh në mëngjes, por një person i cili përgjithsisht shikon që ka një problem me aparatin e tij tretës, e mira është të filloj me një gotë ujë avash edhe pastaj të filloj edhe me konsumimin e ushqimit. Dhe pas ushqimit do sugjeroja kafen për arsye se është normale që kafja mund të krijojë edhe ndjesinë e aciditetit në stomak dhe për ta shmangur këtë, mënyra më e mirë është të konsumojmë diçka dhe pastaj kafe, pra jo direkt esëll. Mollën duhet ta konsumoj në darkë apo në mëngjes, dhe asë molla kafe. Unë kam bërë një përmbledhje të gjitha atyre gjërave që diskutohen në zë, janë mite, janë legjenda apo dhe vinë si pyetje. Tani molla, e ke dëgjuar besoj. E kam dëgjuar kafe dhe ha një kokër mollë. Sepse molla ka një efekt të zgjimit. Arsyeja, pra nuk është se e zëvendëson kafen? Nuk do thoja që një person i cili është mësuar të konsumojë kafe dhe të ketë deri diku atë varësi nga kafja, se kafja krijon varësi patjetër dhe kush është konsumator i rregullt ka nevojë për kafe që të hapi syt në mëngjes praktikisht. Nuk mendoj që molla do kishte atë fuqinë për të zëvendësuar kafen tek ata persona që janë konsumator të rregullt të saj. Arsyeja pse e sugjeroj në mëngjes është pikërisht kjo, pra e zgjimit, sikur se thonë për shembull për bananet, që të konsumohen në darkë sepse kanë efekt shqetësues. Ja, nuk janë mite. Nuk janë mite, është përbërja atyre kimike e tillë, pastaj se sa efekt do të kenë, ajo do të jetë edhe shumë individuale. Kush janë ushqimet e shëndetshme dhe të pashëndetshme për ty, si specialiste flasë? Por mua, ushqimet të shëndetshme janë ushqimet sa më pranë natyrës. Ushqimet më të pashëndetshme janë ushqimet sa më të përpunuara, sa më të rafinuara, ushqimet fast food, ushqimet e paketuara, ëmbëlsirat. Ju e dini, besoj se e keni lexuar edhe faktin që çfarë janë të gjitha këto në produktet e mishit, të tipit prosciutto, sallamra, apo çfarë do të në produkti tjetër është klasifikuar tashmë si një kancerogjen i njohur, pra si një faktor. Po gjithë ata që na ndjekin, duke filluar rrollin i parë, bën pyetje pse na pëlqen më shumë të dytat pra. Shpesh pse na pëlqen më shumë sanduiçi, pse na pëlqen më shumë fast foodi, pse na pëlqen më shumë prosciutto. Përgjithsisht të ndodh që ushqimet e pashëndetshme janë ato të cilat na pëlqejnë më shumë. Tërhiqemi prej tyre. Dhe kjo ndodh pikërisht sepse ka një kombinim në përbërësit e tyre, po t'i lexoni, ka një kombinim po marr për shembull rastin e ëmbëlsirave ose edhe fast foodave. Më marrim rastin e fast foodave. Besoj e ke ndjer atë
në fast food që vjen si ëmbël? Po. Po ndërkohë patatet për shembull janë të kripura. Apo jo? Ky kombinim i sheqer me krip nuk është rastësor. Bëhet qëllimisht dhe bëhet në industrinë ushqimore të shumë produkteve, qoftë të ëmbla, qoftë të paketuara, të paketuara, qoftë të ëmbla, qoftë të kripura, mund të shikosh në etiketë që ka dhe krip dhe sheqer, pavarësisht dozave të ndryshme, sepse është një lloj kombinimi që është vërtetuar që mund të krijojë të njëjtën varësi sikurse droga në trurin tonë. Përveç e faktit pastaj që shpesh shumë njerëz e lidhen edhe me ndjenjën e kënaqësisë së çastit që do të japë ky shpejt që lirohet. Po, dhe të krijon atë ndjesinë e kënaqësisë që ndihem mirë kur haj të ushqim, se shpesh e diskutoj edhe me studentët që çfarë vlere të shtuar ju japin këto ushqime të pashëndetshme, kënaqësia. Por është thjesht më shumë zakoni tashmë që është bërë, që sigurisht që mund të ndryshohet. Pra, sjelljet mund të ndryshohen, por duhet të ndjekin atë rrjedhën e vet të ndryshimit. Dhe nëse ti ndryshon dhe përqafon një stil jetese më të shëndetshëm, para kuptuar dhe vetë do i shikosh që në fakt do orientohesh drejt atyre ushqimeve që janë të shëndetshme dhe këto ushqime të pashëndetshme nuk do të tërhiqin aq shumë. Si ta kuptoj që jam i varur? Nga ëmbëlsirat, nga sheqeri, nga ushqimet e shpejta, si ta kuptoj? Nëse ti i vendos qëllimin vetes tënde që nuk dua të konsumoj një ëmbëlsirë për kaq kohë dhe kjo sjellje nuk e mban dot në kontroll, pra pavarësisht vullnetit tënd ose për të kufizuar sasinë e një produkti ushqimor të caktuar, ti prap vazhdon ta konsumosh, ta ti kalosh sasinë që kishe vendosur objektiv vetes, mendon gjatë ditës për këtë lloj produkti ushqimor gjatë gjithë kohës. Pra shpesh mund të jetë kjo e lidhur me një lloj varësie, e them përsëri me rezerva, sepse është një term mjekësor shumë më i komplikuar se sa thjesht një zakon. Pra shpesh mund të jetë në shumicën e rasteve është thjesht një zakon, një sjellje e mësuar që të bëhet pjesë e rutinës, por në rast se është përtej kësaj, pra ti nuk ke fare vetë kontroll, mendon gjatë ditës për këtë lloj produkti ushqimor, madje edhe të ndryshon edhe planet e tua të ditës pikërisht për shkak të këtij lloji produkti, mund të themi që mund të kemi të bëjmë një situatë të varësisë. Pijet energjike. Janë ku kthehen varësi dhe si ndikojnë në shëndetin tënd? Tani e kam dar pijet energjike dua t'i ndaj nga pijet e gazuar. Se shpesh ngatrohet kjo, domethënë pija e gazuar me pijen energjike. Duhet prek pijet energjike, pastaj do kaloj këtë gazuar. Ngatrohet edhe është gabim që ngatrohen, sepse pijet energjike, sipas ndryshimeve ligjore që janë bërë që në 2020 mos gaboj, janë të ndaluara me ligj që të tregton nën 18 vjeç për shkak të rrezikshmërisë së lartë që ato kanë. Janë varësi? Krijojnë varësi patjetër, kanë predispozitë për të krijuar varësi sepse kanë një përmbajtje shumë të lartë të kafeinës. A ndikojnë tek plakja më shpejt, a ndikojnë ke rrudhja e fytyrës, a ndikojnë ke metabolizmi? Ajo që më shqetëson më tepër mua me pijet energjike është sepse tashmë janë bërë studime të cilat vërtetojnë që rritet ndjeshëm risku për ataken e zemrës dhe sëmundje kardiovaskulare dhe në mosha shumë të reja. Vetëm për pije energjike dhe pa pasur një historik paraprak të problemeve kardiovaskulare. Pra edhe nëse nuk ka pasur asnjë lloj sëmundje zemre paraprakisht, dhe nëse nuk ka familjar me sëmundje zemre, dhe tek mosha shumë të reja, po shfaqen në raste me probleme të zemrës pikërisht për shkak të konsumimit të rregullt të pijeve energjike. Ka një përmbajtje shumë të lartë të kafeinës, por kanë gjithashtu edhe elemente të tjerë të cilat shërbejnë si energjizues, pra si aktivizues e energjisë, në mënyrë jo natyrale. Kam disa muaj që ndjek një terapi për të çliruar nga pijet energjike. Nuk ka rëndësi kush pije energjike. Pijet energjike i njohin gjithë kush janë. Tani, kam arritur ta zvogëloj, por e kërkoj gjithkohës. A mund ta eliminoj dhe a mund të shërohem nga kjo? Shërohem, a mund të krijoj një sjellje tjetër? E qartë. Duhet të kuptojmë edhe diçka që, sikur se thash, sjelljet që zhvillojnë në zakone mund të ndryshohen, pra nuk është e pamundur. Thjesht është një proces që do shumë punë dhe durim dhe që zgjat në kohë, dhe që rekomandohet të bëhet në mënyrë graduale. Pra, asnjëherë nuk mund të pretendojmë që një sjellje të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme. Kjo duhet të kalojë në disa stade që zgjasin, mund të zgjasin në muaj të tërë. Dhe është më së normale që
të jetë e tillë, sepse në rastin e do të bëni një ndryshim të menjëhershëm është shumë herë më lehtë që të rikthehemi në si është problem psikologjik, në fakt, ndjes. Do të bëj edhe një sqarim. Duke të kërkuar dhe ndjes. Unë nuk jam profesionist i fushës, kështu që të kërkoj ndjes, do ta thoja në fillim këtë, të kërkoj ndjes për ndonjë term të gabuar, kërkoj ndjes dhe gjithë atyre që na ndjekin. Unë më mendoj si një pacient i yti dhe më mendoj si një njeri që pyes për të gjitha ata, për të gjitha grupet moshat pas një dallim që kanë e thon mendimin ashtu siç ju vjen. Pra, shumë gjëra diskutohen në zë. Dhe për këtë kërkoj ndjes. Nuk je i sëmur nëse ke varësi nga X gjë, pra nuk është sëmundje, është thjesht një çrregullim. Por shpesh dëgjohet në gjuhën e përditshme që thotë jam i smur nga pijet energjike. Domethënë, dua të shërohem, fjalia dua të shërohem nuk është në sensin se ti je i smur. Thjesht duhet të rregullosh zakonet e tua. Tani, pija energjike, në rastin konkret, a mundet të eliminohet? Pra, vetëm nëse unë krijoj një zakon tjetër, pra është problem psikologjik, nuk është problem shëndetësor. Sepse ka shumë njerëz që thonë vetes ma kërkon trupi, se unë sa e pi këtë jam shumë energjik. Ajo është një nevojë tashmë psikologjike, nuk ka të bëjë me metabolizmin fare. Jo. Nuk është se kërkon trupi, është një nevojë psikologjike, nuk po flasim për nivele të drograve të cilat shoqërohen me një dhimbje fizike në momentin që flasim për gjëra. Pra flasim për gjëra të cilat më tepër janë psikologjike, që janë zakone të cilat mund të ndryshohen me kalimin e kohës me shumë durim. Uji me vitaminë. Është një nga ato gjëra që mund t'i ndiqni në kanalin e YouTube-it të Engjit, sepse është një nga video që më ka pëlqyer shumë dhe e ke trajtuar në mënyrë shumë rregullueshme. Uji me vitaminë, është i dëmshëm apo jo? Nuk është, duket sikur ka atë termin uji me vitamina dhe palet që në bëjë për shëndetin, patjetër i merr ato vitamina, por ndërkohë lexoni me kujdes etiketën sepse në përgjithësi ka një përmbajtje të nivelit shumë të lartë të sheqerit që nuk e justifikon marrjen e atyre vitaminave që janë vitamina B kompleks që merren shumë lehtësisht edhe përmes konsumimit të produkteve të përditshme. Qoftë të qumshit, qoftë edhe në produkteve të qumshit, apo edhe të vezëve të ziera, apo edhe frutave dhe perimeve, ato vitamina merren në rrugë të shëndetshme se sa ngarkohen kohët me sheqer në të shtuar dhe dua të ndalem pak edhe te sheqeri se do ta prek pak më poshtë sheqeri. Po doja të them vetëm diçka, se gjithkohë themi sheqeri i shtuar dhe kanë dalë këto alternativa të zero sheqer. Po ajo zero sheqer nuk kupton që shpesh në përmbajtje ka një ëmbëlsues artificial që nuk ka kalori sikurse sheqeri. Pra mjafton një sasi shumë e pakët për të ëmbëlsuar dhe për të dhënë ndonjë të shija, po ai ëmbëlsuesi artificial do pak kujdes, sepse shpesh ka efekte shëndetësore shumë herë më të mëdha negative dhe për shembull marr rastin e aspartamit që është tipik dhe gjendet në shumë produkte ushqimore, duke filluar që nga çoncakëza që është gjëja më banale, po në pije të ndryshme, të gazuara, pa gazuara, apo në ëmbëlsyra të paketuara, dhe mundet të riskun për probleme kronike, por gjithashtu është parë dhe studiuar dhe për efektin që ka në shëndetin tonë emocional dhe rritjen e rasteve me ankth. Shumë të rësit flasim bashkë dhe ka shumë pyetje dhe pika që do na japësh kohën që ne të vazhdojmë t'i prekim të gjitha. Shumë faleminderit. Tani, nga dallojmë pijet e gazuara nga pijet energjike. Dhe a janë varësi pijet e gazuara? A kthehen në varësi, a krijojnë varësi? Tani, nga dallojnë janë dy gjëra komplet të ndryshme në fakt. Pra pijet e gazuara janë thjesht ujë me sheqer, absolutisht jo, nuk ka asnjë lloj përfitimi, jo vetëm pijet e gazuara, por edhe limonata. A duhet pi fëmijët pijet e gazuara? Jo vetëm të gazuar, por edhe ato të pagazuara, limonatrat janë thjesht ujë, sheqerna, shpesh aditiv të panevojshëm dhe ajo që krijon varësi në këtë rast më tepër është ajo gazi që krijon varësi. Edhe uji me gaz në fakt ka atë tendencë, përgjithsisht gazi do të krijojë atë ndjesinë e varësisë tek njeriu. Por nuk ka absolutisht asnjë lloj vlere të shtuar, pra është thjesht sheqer dhe ngjyrues dhe aditiv nga më të ndryshëm që mund të kenë efekte shëndetësore negative. Kam fryrje të barkut
nuk kam peshë, kam vetëm fryrje, konsumoj pjetë gazuara. Vjen nga pjetë e gazuara? Mund të vi nga pjetë e gazuara, patjetër, sepse Në që se eliminoj këto, i kam eliminuar, këto e kam prapë fryrjen e barkut. Mund të jetë pastaj një problem metabolik që mund të ketë nevojë edhe për rregullimin të florës bakteriale. Me fjalë më thjeshta çfarë duhet bëjmë? Pastaj duhet pa rasti, patjetër duhet të bëhet kontroll dhe ndjekje me mjek ose dietolog, sepse mund të jetë nevojë ose për marrjen e probiotikëve përmes dietës ose edhe suplementeve me probiotik për të rregulluar florën bakteriale. Pra janë ato bakteret e shëndetshme në aparatin tonë tretës. Këto e krijojnë fryrjen. Jo, këto janë ato të cilat janë të domosdoshme për të pasur një metabolizëm të mungesa e këtyre flasin krijojnë po nuk kemi shumëllojshmëri të tyre dhe kemi sasi të paktë që mund të vijë edhe për shkak të një stili të gabuar të jetesës, por mund të jetë edhe në një farë mënyrë e lindur dhe kjo është arsyeja pse disa familje kanë metabolizëm të dobët dhe disa kanë më të mirë. Mund të jetë nevoja pra që të rritë shumëllojshmëria dhe sasiave e probiotikëve, e këtyre bakterëve të shëndetshme përmes probiotikëve. Çfarë sindroma azorës së irritueshme? Tani sindroma azorës së irritueshme pastaj bëhet fjalë për nga vetë termi sindrom nuk kemi të bëjmë me një sëmundje të mirëfillt, sesa kemi të bëjmë me një grup simptomash të diskomfortit të aparatit tretës, që do thotë fryrje të vazhdueshme të barkut, probleme me tretjen, dikush mund të ketë edhe të përziera, të kondicionon jetën, është një gjendje kronike, që do thotë në momentin që diagnostikohesh, do ta kesh gjatë gjithë jetës, por nuk është një smundje që shkakton ndonjë acarim të aparatit tretës, nuk shkakton gjakderdhje, nuk shkakton inflamacion, sesa thjesht këto siklete që të ndikojnë cilësinë e jetës. Së rëndësishme është që nuk është një smundje e rrezikshme, por është thjesht një gjendje që mund të trajtohet duke ndryshuar stilin e jetesës dhe dietën. A mund të marr vitamina në farmaci? Më bëndëm? Kryesisht omega 3, vitamina mund të Flasim për sindromen apo për Jo, pyetje tjetër, flasim përgjithsisht. Unë do thoja edhe diçka që Se po mundohem t'i prek gjitha. Okej, pa problem. Shumë njerëz mendojnë që vitaminat janë pa risk. Dhe marrin vitamina minerale me mendjen e tyre në farmaci, nuk merren në këtë formë. Pra, edhe nuk është problemi thjesht tek bidoza që është një rast i rrallë, pra i bidozës së mineraleve apo vitaminave, por është problemi që në fund të ditës është një produkt farmaceutik i cili në një pas një koha të caktuar të përdorimit patjetër që mund të ketë efekte në shëndetin tonë. Dhe nuk ka kuptim që mund të marrë vitamina minerale pa bërë më përpara një kontroll apo një analizë gjaku për të parë se cili do të jetë niveli i tyre në organizmin tim. Në rast se unë kam një dietë të shëndetshme, i kam çdo gjë brenda normës, nuk kam se ti marr këto vitamina. Pra këto do të merr vetëm në rastin e mungesave apo të pamjaftueshmërive. Cili është silikon vaj palmës në organizëm dhe a është i mirë apo jo vaj palmës? Dhe kush janë produktet e vajit palmës? Vaj palmës është një nga do thoja armiqt më të mëdhenj të dietës së botës moderne sot, që për fat të keq industria ushqimore pa e përdor kudo dhe e gjen pothuajse në çdo produkt të paketuar për arsye se pse përdoret vaj palmës, sepse redukton ndjeshëm koston dhe rrit ndjeshëm fitimin e kompanive prodhuese të produkteve ushqimore. Dhe është absolutisht i dëmshëm për shëndetin ton, duke filluar që nga çrregullimet të metabolizmit, diskomfort pra reaktiv të vazhdueshme dhe duke rritur ndjeshëm dhe riskun për një sër sëmundjesh dhe kardiovaskulare kronike dhe të kancerave të ndryshëm, dhe margarina është një armik numër 1 që do thoja është një çmenduri që dëgjoj akoma njerëz që përdorin margarinë, kur ndërkohë kemi fatin e mirë të kemi gjalpin që është një produkt natyral që ka përfitime për shëndetin, thjesht duhet të kufizohet sasia e marrë e gjalpit. Por ka shumë vitamina. Po, çokokremi? Çokokremi, pastaj lexoj etiketën, ke vetëm sheqer të shtuar, vaj palme me shumicë, kështu që absolutisht jo. Absolutisht. Absolutisht jo. Kush bukesh më e mirë, e bardha, e zeza, e verdha, kush bukesh më e mirë, integralja, çfarë buke do të përdor? Rregulli i përgjithshëm për personat të cilët përgjithsisht kanë një shëndet të mirë do të ishte buka e zezë. Pastaj ajo do të varet individualisht, sepse janë drita integrale. Dhe kuptohet që dritat integrale kanë më tepër fibra dhe sugjerojnë më tepër se sa buka e bardhë, e cila është më rafinuar, më e përpunuar. Kthehemi te historia e sheqerit natyral dhe atij artificial. Por problemi është që me që më përmende sindromën e zorës së irritueshme, përkundrazi këta persona nuk duhet të konsumojnë bukë të zezë, sepse do të rritej niveli i diskomfortit për ta,
por duhet të konsumojmë bukë të bashkë sepse është më lehtë e tretshme. Shpeshherë në varësi të llojit të sindromit, sepse ka 3 kategori. Në një kategori specifike të sindromit sezor ose irritueshme, përgjithsisht nuk kemi nevojë për një sasi të madhe të fibrave sepse kanë efektin e kundërt. E kam lënë bukën fare, rekomandohet si dietë nuk përdor bukë fare. Patjetër, nëse ke vendosur Është mirë përdor bukë apo jo? Në sasi të reduktuar mund të konsumosh bukë, merr disa karbohidrate, nuk është e thënë ta eliminosh tërësisht nga dieta jote, sepse nuk është se është ai armiku aq i madh. Pra, ideja e bukës është kështu që ti duhet të dish të kufizosh sasinë e bukës që konsumon, por nuk është e thënë që ta eliminosh plotësisht nga dieta jote. Pra nuk është aq e tmerrshme buka sa na duket praktikisht. Zgjohem me dhimbje koke në mëngjes. Nuk konsumoj ta, po zgjohem i lodhur dhe me dhimbje koke. Pse më ndodh? Arsyet janë nga më të ndryshme. Pra, pse mund të çosh me dhimbje koke mund të jetë gjumi i parahatshëm. Mbase nuk ke një higjen të duhur të gjumit, dhe kur flas një higjen të duhur do të thotë që ti të flesh në të njëjtin orar çdo natë, të plotësosh atë 8 orashin tënd çdo 8 orashin si normë e përgjithshme. Të çohesh herë në mëngjes në të njëjtin orar. Mund të ndodhë për shembull që ti je një konsumator i rregullt i kafes dhe vendos që të ditë të mos konsumosh kafe dhe kjo mund të jap dhimbje koke. Pra, sepse çosh në dhimbje koke ka një mori arsyesh që duhet eksploruar sjellja e individit sipas rastit. Zgjohem me dembelizëm. Dembelizëm. Portoj të çohem në shkallë fare. Portoj të çohem. E di si ideja është një nga gabimet kryesore që bëjmë neve sot, që jemi shumë të varur nga ai telefoni shkret. Dhe nëse ti je nis ditën, gjëja e parë, hap telefonin, shef 2-3 gjëra dhe ajo të furnizon akoma dhe më tepër me atë dembelizmin tënd. Nëse ti çohesh me energji direkt, bëhesh gati, shplan syt, fillohesh han mëngjesin dhe pastaj kap atë telefonin, ka shumë mundësi që dita të shkojë më mbar. Dalim te një pjesë tjetër që më pëlqen shumë, po nga video që ti trajton. Dhe tu e di që do kem të gjithë vëmendjen e gjitha zonjushave. Make-upi, thojt, e nisim nga thojt, janë të dëmshme apo jo? Thu më kap edhe mua fajtore. Po prandaj pash. E kuptova. Janë të dëmshme apo jo? Duhet i bëjmë thojt apo jo? Duhet i bëjmë, kanë ndonjë përfitim për shëndetin, absolutisht që jo. A janë higjienike? Ekzistojnë shumë video në internet që thonë nuk janë higjienike. Thojt janë higjienike, tani unë i mbaj të shkurtër, sepse pikërisht për atë arsye që është çështja e higjienës. Tani të bërët të thonjve, unë dua të tërheq një vëmendje shumë të madhe të gjitha vajzave, që të bëjnë kujdes dhe të verifikojnë kushtet në të cilat do të bëjnë këto thonjë. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që nuk respektohen ABC-ja e higjienës dhe sigurisë, që do të thotë shikoj disa vajza që kanë në sallonet e tyre nuk bëjnë fare sterilizim të mjeteve, të përdorin alkool. Tani alkooli është një gjë që realizon disinfektime dhe disinfektime bën eliminimin e disa mikroorganizmave deri në një farë pike. Po ajo që do të bëjë të mundur eliminimin tërësor të këtyre mikroorganizmave të rrezikshme që më beso mund të kemi edhe transmetim të hepatitit, ajo që bën të mundur pra ndalimin e këtyre infeksioneve do të jetë sterilizimi përmes autoklavës. Shikoni mjetet, duhet të jenë të sterilizuara dhe mjetet një përdorimshme të jenë vetëm për ju, pra ajo lima thojmë të jetë vetëm një hershë. Tani problemi është që jo të gjithë kanë autoklavë dhe jo të gjithë bëjnë sterilizim, largoni sa më pak nga këto sallone. Autoklava për ne që nuk e se zonjushat mund të të kuptojnë, po duhet edhe autoklava është një pajisje e cila përdoret edhe në mjekësi për të bërë pikërisht këtë proces të sterilizimit. Edhe në fakt ato mjete që sa dalin nga autoklava janë goxha të nxehta, se ka bërë atë ciklin e tij. Ajo që më shqetëson mua është që mirë disinfektim që nuk bëjnë, po ka edhe disa sallone që janë ashtu pa informuara që në vend të alkoolit përdorin gjatë kohës për desinfektim në thonjza acetoni, që acetoni nuk është fare desinfektues, është vetëm një ngjyrues, pra nuk ka absolutisht asnjë lloj mbrojtje. Dhe kujdes, kutikulat, mos pastroni kutikulat sepse rrisin riskun e infeksioneve. Shikoni gjithashtu edhe pjesën e materialeve, ku furnizohet, pra nëse nuk do të them produktet e marra nga Kina. Jo, normal. Pra, mund të jenë kancerogjene, ndërsa disa produkte që janë të kontrolluar, të certifikuar në Bashkimin Evropian që ka standarde lartë sigurie,
Patjetër që do të sigurojë një mbrojtje për shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe furra. Ai rrezatimi UV ose mund të përdoren këto furrat moderne që kanë dalë sot që do të sinjalizojnë vetëm pjesën e thojme, ose njëra është që të përdoret ai kremi me SPF mbrojtës nga dielli të përdoret përpara se do të përdoret furra. Make-upi. Edhe me make-upin kujdes me produktet që zgjidhni. Përsëris, pra shikoni produkte që janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian, se për fat të mirë, Bashkimi Evropian mirë që ka standarde shumë strikte, por ka edhe disa rekomandime të sigurisë dhe të higjienës, të cilat thuhen rekomandime, por edhe ato në një farë mënyrë janë të detyrueshme të zbatohen. Ndërsa produktet e tjera të cilat janë të pasigurta, patjetër që duhet të shmangen dhe kujdes vajza mos kombini me njëra tjetër make-up për arsye të higjienës. Asnjëherë as furçet ndroheni sa më shpesh dhe mos këmbeni as furçet as produktet e make-upit me njëra tjetrën. Asnjëherë. Edhe respektoni edhe ata fatin e skadencës, të gjitha produktet e kosmetikës ose ke datë skadenca ose ke një shënim, besoj ke vëmëre që është një si palme kavanozë dhe ka për shumë. Jo, se ka vëndëre fare, se nuk ishtë jo, po edhe të shampo. Po të gjoj me shumë kureshtje. Për shumë të shampo, të sapuni është një si kavanozë, një figurë e vogël, ka një shënim 12 ose 6. Ajo tregon sa muaj mund të përdoret pas hapjes. Kuptova. Pjesa e sheqerit dhe kripës. Sheqeri e quajmë si armikun më të madh, po kripa është armik? Patjetër që po, kripa është faktori i riskut kryesor për hipertension. Pra, risku për smundje kardiovaskulare rritet ndjeshëm nga një dietë e cila ka një konsumim shumë të lartë të kripës. Dhe kjo është arsyeja pse neve duhet të dhe përgjithsisht ne si shoqëri kemi konsum shumë të lartë të kripës. E mira është të reduktohet sa më tepër të jetë mundur për arsye. Pra ka të njëjtën është njëjti tmerr dhe njëjti dëmtim si sheqeri. Kripa është faktor risku. Patjetër duhet eliminohet, kujdes. Krip, por duhet të jetë krip e jodizuar gjithmonë sepse ne marrim pikërisht atë nivelin e jodit që është i domosdoshëm për mirë funksionimin e tiroidës. Dhe tiroidja është ajo e cila do të rregullojë nivelin e të gjithë hormonave në trupin tonë. Dhe hormonet kanë funksion rregullator, pra rregullojnë të gjitha proceset në trupin tonë. Prandaj duhet patjetër që të marrim jod, të krip e jodizuar. Dhe në fakt në vendin tonë është ndaluar edhe tregtimi i kripës pa jod. A ndikon në shëndetin mendor kripa, si ndikon të ankthi kripa? Në fakt ndikon në mënyrë indirekte, sepse sikur se të thash, kripa ka përmbajtje të jodit dhe jodi është i domosdoshëm për funksionimin e dur të tiroidës. Në rast se neve nuk marrim jod të mjaftueshëm dhe tiroidja nuk funksionon ashtu si duhet, mund të krijojë drejt për drejt ndikime edhe tek gjendja emocionale edhe tek krijimi i ndjenjes së ankthit ose përkundrazi edhe të depresionit, që janë edhe shpeshherë simptomat të mos funksionimit si duhet të tiroidës. Si të përballet me ankthin? Çfarë lloj diete duhet mbaj për të përballur me anktin? Tani, pjesa e ankthit është një çështje shumë komplekse që duhet të kuptohet një herë se nga e ka baza. Pra, nga të vjen ankthi. Patjetër që dieta ka një rol të rëndësishëm, dhe patjetër që një dietë e shëndetshme do të ishte ajo e cila do të mund të ndikonte pozitivisht në reduktimin e simptomave të ankthit. Ndërsa ushqimet të cilat përsëris armiku numër 1 janë të ushqimet e paketuara, të përpunuara me nivel të lartë të sheqerit të kripës, do të rrisin apo edhe aspartame që tash është ai ëmbëlsues artificial, do të siç bëjnë shtrëngulim të metabolizmit, do të ndikojnë edhe në shëndetin tonë emocional. Prandaj aktivitet fizik, dieta e ekuilibruar, gjumi i rregullt. Çfarë duhet konsumoj? Çfarë ushqimesh duhet konsumoj? Sikur se thash, pra produkte sa më pranë natyrës, fruta, perime, sa më pak të përpunuara. Pra, në vend që të konsumojmë bukën, për shembull, mund të zëvendësojmë atë me një oriz, të gatuar si duhet, me pak vaj ulliri, që është edhe alternativa më e shëndetshme për arsye se është një yndyrë e pangopur. Pra, të gjejmë alternativa të shëndetshme. Kush janë disa nga ushqimet që ndikojnë në ankth? Mund të mi përmendesh? Përgjithsisht janë pra këto ushqime të përpunuara që kanë shpeshherë dhe aditiv. Unë do ftoja konsumatorët të lexojnë edhe etiketat e produkteve që blejnë për arsye se
për fat e keq, ne si konsumator përgjithsisht nuk është se jemi shumë të vëmendshëm për të lexuar etiketat. Qoftë për aspekte që lidhen drejt për drejt me sigurinë ushqimore, data skadencës, data prodhimit, ti lëmë një anë këto për të përbërësve. Qoftë se shikoni një produkt ushqimor i cili ka një listë me përbërës që nuk i kuptoni fare se çfarë janë, pra duket më tepër sikur është një eksperiment kimik, do thoja që të qëndroni lart këtyre lloj produktesh. Si ndikon kjo sindroma zorës së ritueshme tek ankthi? Këto janë dy gjëra që janë shumë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Është ai boshti tru zor, që thuhet, që do të thotë një person i cili vua nga sindroma e zorës së ritueshme mundet të zhvilloj simptoma të ankthit më pas, ose përkundrazi është ankthi ai i cili mund të zhvilloj më pas edhe simptomat e sindromës së zorës së ritueshme. Pra krijohet një rrjet viksioz mes tyre dhe shpeshherë trajtimi për sindromën e zorës së ritueshme, përveç ndryshimeve dietike, përveç mbase sipas rekomandimit të mjeku mund të merret ndonjë medikament për reduktimin e spazmave ose ndonjë probiotik, mund të këshillohet edhe terapia psikolog që do të mund të mësoj pikërisht pra teknikat e qetësimit dhe të menaxhimit të duhur të ankthit. Si ndikojnë ushqimet ke shëndeti mendor? Si mund të kem një kujtesë? Kur flas shëndeti mendor nuk po flas për çrregullimet. Si të kem një kujtesë shumë të mirë, kam provim dhe çfarë duhet konsumoj, duhet të mbaj mend gjërat, se harroj shpejt, të kem sy të fortë, të kem inteligjencë të lartë. Si ndikojnë ushqimet dhe ke shëndeti mendor dhe ke elementet të tjera të trupit? Po patjetër, ka mikronutrient, po edhe makronutrient që janë të domosdoshme në funksion të këtij lloji. Për shembull, për qëndrimin, për mirë funksionimin e trurit, për kujtesën, do sugjeroja omega 3, që është edhe një yndyrë shumë e shëndetshme, e cila është provuar shkencërisht që do të mund të ndikojë drejt për drejt në rritjen e kujtesës, aftësive kognitive, pra të menduar të funksionimit të trurit. Për syme të shëndetshëm, patjetër që produktet ushqimore që kanë përmbajtje të lartë të vitaminës A. Omega 3, gjej ke peshku, ke salmoni, ose me suplemente. Ose me suplemente, pra mund ta marr me suplemente. Po, janë ato suplemente. Nuk ka asnjë risk, asnjë dëm nëse marr me suplemente? Jo, nuk ka asnjë problemi, thjesht ideja është që ki parasysh që është një kapsulë yndyrore dhe duhet të bësh kujdes pasaj me sasitë e yndyrnave që të konsumon. Pra ta llogarisësh atë të sasitë e yndyrnave që konsumon në dietën tënde. Tek problemi i syve që të ndërprerë? Po, shiko produkte të cilat kanë përmbajtje të lartë të vitaminës A që është dhe baza e mirë funksionimit të syve. Për shembull, karrota dihet që është e domosdoshme për pjesën e shëndetit të syve dhe shikimin. Tek videot e tua në YouTube ke trajtuar edhe 3 pyetjet e fundit profesionale kam dhe do të kthehem tek një pjesë tjetër. Edhe njëherë kërkoj shumë ndjes nëse u zgjatën, po janë shumë pyetje dhe dua t'i prek të gjitha. Si më thon, dua të shtrym për të gjithë ata që na ndjekin, se janë shumë video që do kenë shumë kurrështje. Kem trajtuar një temë që unë kam prekur me shumë psikolog, në rastin e çrregullimit të autizmit. Është mit, është akuzë për një pjesë të popullsisë botërore, është mit dhe profesioniste, pra kur thash për një pjesë të njerëzve, profesionistë, njerëz thjeshtë të tjerë, kjo është mit dhe nga ana tjetër për një pjesë të atyre të njerëzve, pra profesionistë të tjerë, kundër të cilat ka dhe një dokumentar, është bërë dhe dokumentar, është zbuluar të një rast. A ndikon vaksina në autizëm apo jo? Ti e ke trajtuar në videot e tua, edhe njerë, të gjitha videot e Engjit mund t'i ndiqni në kanalin në YouTube. Shkroni në Google Engji dhe Engji Hasani dhe do t'ju pëlqej. Ju garantoj. Ndikon? Është mit dhe gjithçka ka lindur nga një studim i cili është realizuar disa vite më parë. Pra për ty është mit. Është mit dhe ta sqarojmë arsyeën sepse. Është një studim i vetëm që është bërë në një kohort, tani ne në epidemiologji, kur bëjmë studime, kemi 2 rregulla kryesore. Kohorti duhet të ketë një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish dhe asnjëherë ti nuk mund të nxjerrësh një rezultat për një lidhje shkak-pasojë, pra ekspozim sëmundje pa pasur 2 grupe që krahasojnë midis tyre. Që do thotë, grupin e ekspozuar me grupin e pa ekspozuar duhet të krahasohen lidhur me sëmundshmërinë. Tani, ai studimi fillestar që është bërë atëherë, është një studim i cili kishte një numër shumë të reduktuar të fëmijëve që ishin me autizëm dhe nuk u krahasua kurrë me një grup fëmijësh pa autizëm. Dhe të gjithë studimet e tjera që kanë përfshi binimin fëmijë, studimet e tjera të cilat janë bërë më mbrapa, me kohorte që krahasohen me fëmijë të vaksinuar dhe të pa vaksinuar
nëse e kanë zhvilluar apo nuk e kanë zhvilluar autizmin, pra është ndjekur rregulli i krahasimit për lidhjen shkak-pasojë. Dhe është ndjekur rregulli i konsistencës së studimeve, që do thotë nuk është një studim i vetëm, por janë disa të ndryshme. Dhe është ndjekur rregulli i kohortit që kemi mbi 1000 fëmijë të studiuar. Të gjitha këto studime e kanë hedhur poshtë atë lloj rezultati dhe për më tepër dua të shtoj edhe një detaj që shumë njerëz basa nuk e dinë. Por ata mjekë të cilët nxorën të mitin fillestar me këtë studim të ndërtuar në mënyrë të gabuar, jo vetëm që ju hoq ky studim nga revista më mbrapa, për arsye se kishte gabime të mëdha metodologjike të realizimit, por ju hoq edhe licenca e ushtrimit të profesionit të mjekut. Për shkak të kësaj shkelje të madhe që kishin bërë në fushën shkencore. Përveç kësaj, një nga arsyet pse para kishte krijuar miti, u krijua frika dhe paniku mes prindërve, se patjetër që fëmijët janë gjëja më e shtrenjtë që ne kemi, por duke u krijuar kjo precedens, shoqëron faktin që për fati i keq i vaksinës është që përkon koha e bërjes së vaksinës me kohën ku shfaqen simptomat e para të autizmit pa lidhje me njëra tjetrën. Pra si ta bësh, si mos ta bësh vaksinën në rast se fëmia vua nga çrregullimi i autizmit, në të njëjtën periudhë do të shfaqë këto simptoma të para, duke sikur për vaksinën do shfaqë. Tani për të qetësuar prindërit, se ka shumë prindër që nën zë thotë unë nuk i bëj. Dhe unë i kam shumë qejf të gjërat e nën zëshme t'i them me zë. Unë nuk e bëj vaksinën, thotë se kam frikë, dhe me të drejtë, fëmia është drita syrit. Unë kam frikë, pse t'ja bëj vaksinën, sepse kam dëgjuar, ishte fëmia shumë në rregull, sapo bëri vaksinën, ju shfaq çrregullimi i autizmit. Ta bëjmë vaksinën apo mos ta bëjmë vaksinën? Do ta bëjmë vaksinën sepse është e sigurt dhe sepse të mbron nga probleme shëndetësore që janë shumë herë më të rrezikshme në rast se nuk bën vaksinën. Në qoftë se ti, për shembull, larg qoftë, fëmia yt do të sëmurët nga fruthi minimalisht, po themi, por rubeola akoma dhe më keq. Rubeola në rast se ti je i pambrojtur mund të jetë ose vdekje prurse ose mund të shkaktoj paraliza trupore të përjetshme ose patësi të përjetshme. Kanë qenë, do të pyes pak më poshtë. Dhe është e sigurt se vaksinë. Pjesa se kam fatimin e madh që je dhe pjesë, domethënë, përveç se je profesioniste, ke punuar dhe në institucione dhe ke dhe dhëna dhe nga shifrat. E ke dëgjuar, besoj, në zë, që thonë ushtun shumë, dolën shumë raste çrregullimet e autizmit, ADHD, etj. Hiperaktiviteti etj. Nuk kanë qenë thonë më përpara, janë këto që ham, ndikojnë vitaminat dhe është vërtet janë këto që ham, apo kanë qenë më përpara dhe nuk i dinim, pra ishim ignorant, kanë qenë më përpara dhe i mbulonim, sepse kishim turp, apo s'kemi bërë studime më përpara? Tani, si epidemiologe, unë do thoja që në moment që realisht kemi një rritje të numrit të rasteve, statistikisht flasim. Pse? Po prit. Si epidemiologe unë do të them diçka, që do shumë kujdes interpretimit të dhënave për të kuptuar nëse ka një rritje reale apo është një artefakti, themi neve në epidemiologji, që do thotë ka një rritje të numrit real apo të numrit të raportuar. Sepse mund të ketë ndodhur që paraprakisht të kemi pasur një nivel të ngjashëm të sëmundshmërisë, por thjesht të sëmundshmëri nuk janë raportuar për arsye më të ndryshme. Mund të jetë ajo që thua ti që mbase nuk është vizituar fare, mbase është mbajtur e fshehur për arsye se për fat e keq jetonim në një shoqëri paragjykuese. E ke dëgjuar atë se nuk e them. Jo, është faktike që për shumë sëmundje mbaheshin të fshehta si diçka një sekret i madh familjar që nuk duhet ta merrte vesh askush për arsye të paragjykimeve që për fat të mirë shoqëria jonë ka të kaluar këto stade. Megjithatë, unë gjykoj që kemi një rritje deri diku reale, pra nuk po them që 100% është rritje reale, mund të them që një pjesë është artefakt dhe një pjesë tjetër është një rritje. Se nga vjen kjo rritje pastaj? A vjen nga ushqimi? Po bëhen shumë studime. Vjen nga ajo që për disa faktorë rreziku. Dhe një ndër faktorët e rrezikut që po diskutohet gjëre gjatë është ushqimi. Ndër të gjithë faktorët e tjerë, një faktor tjetër për shembull është edhe shmangja e lindjes natyrale dhe kryerja e cezarianit. Për arsye pse? Sepse gjatë lindjes natyrale do të kemi marrjen të gjitha këtyre bakterëve të shëndetshme përmes traktit të lindjes nga nëna tek fëmia, të cilat do të përmirësojnë edhe metabolizmin, do të përmirësojnë sistemin imunitar, do të ofrojnë mbrojtje gjatë jetës. Njëra nga hipotezat është kjo. Një hipotezë tjetër është ushqimi, por jo vetëm ushqimi që konsumon fëmia, se sa ushqimi që konsumon nëna, dhe jo vetëm gjatë shtatzanisë, por
le të themi profili i saj dietik gjatë jetës. A ndikojnë ushqimet dhe vitaminat në shëndetin seksual, qoftë të mashkullit, qoftë të femrës? Absolutisht që po. Patjetër që është një ndikim i drejtë për drejtë. Në qoftë se ndikojnë, a ka të bëj kjo, pra në qoftë se babai ka abuzuar, apo ka qenë i varur me vitaminat, apo ka qenë, se nuk po flas për drograt, e dim, po flasim për vitaminat. Ka pas një ushqim babai ose nëna, një ushqim jo të rregullt dhe ka abuzuar me vitamina. Ndikon kjo që fëmia del me probleme çrregullimi? Do të mungesa më tepër e mikronutrienteve, pra vitaminave dhe mineraleve. Pra mungesa e sasisë së duhur të tyre, sidomos tek nëna gjashtë-vjeçarisë, mund të jetë një faktor i cili do të ndikonte drejt për drejt pastaj edhe në zhvillimin e fëmijës, qoftë në barkun e nënës, por edhe pas lindjes. Unë kam pas të ftuar në institucion, kalojmë te pjesa e fundit, i prekëm këto të gjitha. Shpresoj t'ju kem kënaqur dhe t'i kem prek gjithë gjërat që mund të keni merak, kuptohet që pyetjet nuk kanë fund. Dhe kur ke profesionistë që kanë informacion, duhet një natë dimri dhe një ditë vere që vetëm të pyesësh, sepse nuk vjen e keqja, patjetër jemi pritur gjithmonë. Pyetja tjetër, më the që ke qenë specialiste dhe ke pasur mundësinë të ndjekësh profesionalisht nga afër periudhën e Covid-19. Kam pasur të ftuar në institucion të cilën përshëndes një nga profesionistët më të mirë që kemi ne për mendimin tim gjithmonë, që është doktor Skënder Brataj. E kam pyetur shqip dhe ato pyetje do t'i bëj edhe ty dhe kam qenë t'ia bëj kujtdo që është marrë në atë periudhë, se ishte një periudhë që ishte e panjohur, na gjeti pa përgatitur. E para, vaksina ka rrezik apo jo? Kjo është Flas për vaksinën e Covidit, Po, është një temë aq e gjatë sa do të duhej shumë për të diskutuar. Shkurtimisht, po, jo. Nuk ta jap dot të përgjigje. Nuk ma jep dot Nuk do ta jap të përgjigje. Nuk ma jep dot. A janë rritur rastet e atakut kardiak për vaksinës? Nuk është diçka që unë kam studiuar drejt për drejt lidhjen midis vaksinës edhe efekteve në shëndet. Dhe është diçka që rikthehem përsëri asaj teorisë së studimeve epidemiologjike. Neve nuk bëjmë eksperimente, neve bëjmë studime vëzhguese. Që do thotë, për të parë lidhjen shkak-pasojë, dhe arsyeja pse unë nuk jap dot përgjigje sot, është sepse neve veprojmë në një formë. Pra, filloi një studim sot në një grup të ekspozuar dhe një grup të pa ekspozuar personash, dhe do t'i ndjekim për të parë se sa raste të ekspozuarve dhe sa raste të pa ekspozuarve do të zhvillojnë sëmundjen dhe sa nuk do ta zhvillojnë sëmundjen. Dhe më pas do të bëhen disa analiza statistikore për të bërë krahasime për të parë pra riskun. Është i shtuar apo nuk është i shtuar të vaksinuar të pa vaksinuar. Mirë po, që të realizohet një studim i tillë vëzhgues nuk është diçka që bëhet sot për nesër. Është diçka i cili realizohet për vite të tëra. Pra mund të duhet edhe një 5 vjeçar, një 10 vjeçar për të parë, sepse praktikisht i do të presësh, është shëmtuar ta thuash, po do presësh që këto persona të smura, që të bësh një analizë statistikore për të krahasuar. Unë e bëra vaksinën, pse duhet ta bëja vaksinën? Që të pres 5 vjet dhe pastaj marr përgjigjen që a duhet bërë apo jo? Okej. A ekzistoi Covidi apo është mit? Covidi patjetër që ekzistoi dhe Covidi është një smundje që ka ekzistuar mes nesh gjithmonë. Jo në formën e tij të Covid-19, por bëhet fjalë për SARS. A ishte aq i rrezikshëm sa u bë apo ishte gjithashtu një eksperiment botror? Shiko, SARS është një sëmundje, vetë termi SARS, po ta përkthesh kjo për fjalë, është sindroma respiratore severe. Pra, është një sëmundje e rënduar e aparatit të frymëmarrjes. A ishte aq i madh sa u bë apo ishte eksperiment botror? Kur thua eksperiment botror, u përdor për të bërë eksperimente sociologjike apo eksperimente sociale, pra, u mbyllën njerëzit pati vende ku dhe kene, u mbyllën njerëzit në shtëpia, u bën një alarm i madh, dolën tanqet në rrugë, doli policia, po prisin vite i armiku, po s'po e dinin ku ishte armiku, pra, ndodhen në disa vende të botës të, nuk është jo ndodhen në disa, po praktikisht ishte një rregullore që u menduar nga ekspertët e OPSH-s që të zbatojnë në të gjithë vendet e botës.
Dhe u pa domosdoshme për dy arsye, është një sëmundje goxha serioze, ishte një Pra sëmundje ekzistoi vërtet. e re patjetër dhe ishte një sëmundje e cila sigurisht që ishte një formë goxha të rënduar dhe të prekës së aparatit respirator. Do më thuash sot pse nuk smuremi nga Covidi, smuremi që të shkemi atë gjatë gjithë kohës. Por është patjetër virulenca ka rënë ndjeshëm dhe është cikli normal i çfarë do të sëmundje infektive. Dy pyetjet e fundit. Kam pasur për pjesën e Covidit, kam pasur përpara disa kohësh profesorin Plumçeka, i cili trajtoi temën e hantavirusit. Dhe do të bëj pyetjen, a riskohemi ne nga hantavirusi? Në Shqipëri për Në momentin Shqipëri jo. nuk ka rrezik. Nuk besoj që kemi ndonjë risk sepse nuk është tipike për vendin tonë. Nuk ka nevojë që të shqetësohemi dhe të themi që do ketë një pandemi dytë. Absolutisht është diçka e kontrollueshme, menaxhueshme, nuk është puna e SARS-it për shembull që duhet që mjafton një kontakt i largët përmes ajrit që të transmetohet dhe nuk është se është tipike. Pra, aq më tepër që dua të them edhe një mesazh shumë e rëndësishme për ata që na ndjekin. Se shpeshherë është bërë rutinë tashmë që përhapen ca raste sëmundjesh, ne i themi në epidemiologji shpërthim epidemik, edhe direkt përhapet paniku, apo do kemi epidemi, do kemi pandemi. Gjatë gjithë kohës është normali që të kemi shpërthime epidemike të mepasershme, por autoritetet bëjnë gjatë gjithë kohës survejimin dhe prandaj survejanca epidemiologjike që bëhet në mënyrë të vazhduar dhe pa të mperë në kohë dhe merren masa të izolimit, menaxhimit, kontrollit fillimisht dhe parandalimit dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar për sa kohë që autoritetet ndërhyjnë në kohë. Pyetja e fundit. A fshehëm ndonjë shifër, i patëm vërtet aq të ulta shifrat? Se po prisnim, dëgjonim ditën e parë 30, 20, 35, 37 dhe po prisnim dhe dëgjonim tek Italia 200, 300, 500 e me radhë. Tani, ne i fshehëm apo i patëm vërtet aq dhe nëse i patëm vërtet aq, i patëm se patëm një sistem të mirë, e ke dëgjuar, gjithë ato që thëmën janë të dëgjuara. E patëm se patëm një sistem të mirë që erdhi nga sistemi i diktaturës, pra që na vaksinuan me detyrim dhe Italia nuk vaksinohet fëmija me detyrim se duhet pyetet prindëri, ka shumë ligje, demokracia, diktatura ka tjetër gjë. Tani ne shpëtuam fal kësaj, apo ne na pa Zoti, patëm më pak, apo ne i fshehem rastet? Ajo që unë dua të theksoj, për te Covidit e parë dua të them diçka që përgjithsisht vendi ynë ka një historik të një menaxhimi shumë të mirë të sëmundjeve infektive. Dhe kjo është e vërtetë dhe madje kam kështu patjetër dua ta përmend profesor Eduard Kakarishin që është një nga profesorët më të mrekullueshëm që kemi në vendin tonë për sa i përket pjesës shëndetit publik me fokus në sëmundjet infektive. Është vërtet një profesionist i cili e ka mirë menaxhuar dhe ka krijuar paraprakisht një sistem shumë të mirë të menaxhimit në Institutin e Shëndetit Publik. Për sa i përket rasteve në fjalë, unë do thoja këtë që për fat të dhe kam lexuar përkureshtje me detaje dhe rastin e Italisë, se ishte një situatë ku kishim shifra stratosferike të rasteve të vdekshmërisë nga Covidi. Problemi i raportimit të rasteve në Itali ishte sepse çfarëdo lloj shkaku që pacienti kishte për të cilën ndronte jetë, pra ai mund kishte edhe një kancer terminal, mund kishte një atak në zemër, por kishte bashkëshoqërimi me Covid, raportoi së rast Covid në mënyrë automatike dhe kjo çoi për fat të keq edhe një fryrje shumë të madhe të shifrave. Gjithashtu Italia ka edhe një popullat më në moshë dhe kjo patjetër që do të ndikojë. Prandaj them që shpeshherë kur bëjnë këto krahasimet nuk bëhen asnjëherë me vlera bruta, sesa bëhen me vlera të standardizuara dhe përshtatje sipas grup moshës së popullatës për të bërë krahasime pastaj reale të nivelit të vdekshmërisë. Kemi një serial, sot ishim për varësitë, kemi një serial tjetër që është për antaviruset dhe për të gjitha viruset, ku je e ftuar me shumë kënaqësi edhe profesori që përmendë që e përshëndesin dhe çdo emër që përmendëm me përshëndesjen janë ftuar gjithë profesionistët, sepse mendojmë që duhet të thuhen dhe
një shoqëri bëhet gjithmonë më e mirë kur pyet. Do t'i them asaj, nuk ka pyetje të gabuara, ka përgjigje të gabuara dhe nuk ka nevojë të bëhen pyetjet në Z, apo të lexohen komente, apo të diskutohen komente. Mund të rriten profesionistët të pyeten dhe të bombardohen me pyetje dhe ti thuaj gjithë dyshimet e tua. Dhe pastaj i mençuri dëgjon dhe krahason dhe bën referencat e veta. Flasim pak për zemrën tënde. Jo për që nuk bëjmë skupe këtu, nuk flasim për skupe, mos u tremni, në zemrën tënde ndodhi çamëria. Patjetër. Çfarë është çamëria për ty dhe a na ka historia borxha apo jo? Tani historia na ka borxhe për padrejtësitë që janë bërë. Fillimisht për mënyrën se si u trajtuan të gjithë çamët dhe dëbimet e tyre nga toka e tyre, por të mos pasurit dhe të mos gjeturit të përkrajes me ardhjen e tyre në Shqipëri. Dhe sulmi që u bë më pas edhe nga diktatura. Çamëria sigurisht që për mua është shumë e rëndësishme sepse është janë rrënjët e mia, është origjina ime dhe pavarësisht se unë nuk kam lindur atje, më thojnë shpesh e çamërisë. Unë i kam të dy prindërit në fakt, nga ana e mamit i kam nga Filati, nga ana e babait i kam nga Gumenica. Dhe do të thënë është diçka që më emocionon shumë. Më emocionon shumë sa herë që përmendet, është diçka që unë nuk rri dot pa reaguar, pa folur, pa ngritur zërin, sepse përveç janë gjenet e mia dhe shpesh më thonë ke kokë çame dhe mua më pëlqen shumë, është komplimenti më i bukur që mund të më bëj dikush, se realisht unë jam një çame tipike, jam kokë fort, jam shumë punëtore, i vjen një qëllim dhe punoj fort për të arritur atë gjë. Dhe përveç kësaj, gjëja që mua më vret më shumë në jetë janë padrejtësitë. A na ka borxh historia? Sa të duash. A është turp dhe kam qef t'i them do gjithmonë dhe në reagimet e mjetën, a është turp që ne patriotizmin e quajmë si diçka jashtë mode? Pra të thush sot që dua Shqipëri natyrale, se mua me thënë drejtën nuk pëlqen ajo shpreha Shqipëri etnike, mua më pëlqen shpreha Shqipëri natyrale. Pra ashtu siç natyra, Zoti kur ndau tokat atë na la. Ajo ishte Shqipëria natyrale dhe historia duhet thënë. Pavarësisht se si është shkruar dhe si ka ardhur, dihet që historinë gjithmonë e bëjnë gjatarët, se sikur ta bënin Luanët do ishte pak më ndryshe. Luenërit do të ishte pak më ndryshe. Tani, flasim për pjesën, a është turp që ne nuk ne quajmë të dalë jashtë mode, po t'jesh patriot? Pra, festojmë më shumë 4 korikun, me të respektin për popullin Amerikan, dhe nuk festojmë 28 nëntorit. Apo 17 shkurtin. Unë mendoj që më duket se me brezat e rinj po ndryshon, më duket dhe më gëzon jashtë mase dhe më ngjall një lloj shprese, madje po më bën mishi me kokra tani kur atë them që shikoj të rinjt, brezat e rinj janë shumë herë më patriotë se sa mund të kemi qenë ne dhe prindërit tanë që mbase për fat të keq ka ndikuar edhe diktatura që ka bërë të tillë sepse janë dhunuar aq shumë. Diktatura ka qenë para 35 vitesh. Po flasim që deri përpara disa muajsh ne patrioti ishin vetëm stadium. Jo, nuk unë patriotizëm e quaj kur ti e bën me vepra, jo me fjalë. Nuk është patriotizëm kur ti vendos foton flamuri shqiptar ku luan kombëtarja dhe kur unë kombëtarja e shan. Nuk është ky patriotizmi. Patriotizëm është t'jesh qytetar i përgjegjshëm, t'jesh të bësh për vendin tënd atë që do bëje për shtëpinë tënde, por mbi të gjitha, për mendimin tim, patriotizëm është të mos gënjesh veten dhe të kesh dignitetin të mbrosh atë që ty të përket. Ne vjen një udhëheqës turk, cili do qoftë dhe mbulojmë Skënderbeun dhe është turk dhe duhet ta themi me zë të lartë. Ne reagon një shtetare apo përfaqësuese e shtetit serb, ne nuk reagojmë, sepse po të reagojmë kemi frikë se quhemi të dalë jashtë mode. Ne kemi një marrëdhënie me shtetin fshin që nuk e ka heq ligjin e luftës. Dhe ne kemi frikë ta themi me zë të lartë. Ne kemi të shkosh në jug, janë emrat grek
dhe pse mund të marrë një pension nga shteti grek, sot jam grek. Kjo pastaj është në nivel shtetëror dhe të udhëheqësve të cilët... Po, për te nuk na kanë fajin vetëm udhëheqësit, fajin nisë ne. Pra nisë te çdo qytetar, nisë që tek ajo që si ti edukon fëmin që në momentin që e sjell një jetë, që gjëja e parë që fëmia duhet të dojë është vendin e tij. Patjetër. Dhe ti mëson historisë, dhe të ketë dignitet, ti thot gjërat, edhe nëse janë jashmode. Nuk është jashmode të thuash që Shqipëria është shëmtuar, nuk është jashmode të thuash që... Madje duhet të ngrihet zëri, duhet të ngrihet sa më tepër të jetë. Nuk është jashmode të thuash që çamërisë janë bërë masakra dhe padrejtësi, nuk është jashmode të thuash që vendi im nxori një udhëheqës i cili e mbrojti Europën dhe bëri Europën Europë kur nuk kishte Europë, dhe ky është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe nuk është një njeri që luftoi me shpatë, por është një njeri që kishte edhe dijen, sepse kishte një ambasador djali i tezës që ishte Pal Engjeli, pra gjitha këto ka ardhur koha që duhet t'i themi dhe t'i themi me krenarim. Prandaj pyeta, çfarë është çamëria për ty? Sepse e kam dëgjuar dhe me çamët, e kam dëgjuar dhe me kosovarët, pra që shpesh unë ndaj më pëlqen ajo shpreha e drejtorëve Akullit, shqiptarët e këndejnë drinit dhe përtej drinit. Nuk ka shqiptar i Shqipërisë dhe shqiptar i Kosovës apo kom shqiptar dhe kom kosovar. Absolutisht. Janë vëllezër dhe motra. Dhe ke vllai nuk kam nevojë të marr leje të shkoj, është gjysma ime më e mirë, dhe ke motra nuk kam leje të marr dhe të shkoj. Dhe ne duhet të edukojmë gjithë brezat që historia duhet thënë. Prandaj të pyeta çfarë është çamëria për ty dhe çfarë mesazhi ke për gjithë të rinj në lidhje me patriotizmin. Të duam vendin e tyre, por që të duam vendin e tyre do thotë që të ngrenë zërin për vendin e tyre dhe të mos heshin përballë për padrejtësive që duan. Pra të mos lejojnë, vendi jonë është nëna jonë dhe ne nuk duhet asnjëherë të lejojmë në asnjë lloj forme që nëna jonë të shkatrohet apo të bëhet çfarë lloj gjëje. Pra ne duhet ta mbrojmë atë. Ne duhet të jemi më përgjegjshëm, më sensibël, duhet të reagojmë për çdo. Duhet të jemi të rritur në marrjen e vendimeve. A ndikon shkolla? E para është familja në çdo gjë. Edukata familjare. Më pas patjetër që edhe shkolla është krau i djathtë në edukimin dhe formimin, po patjetër nëse nuk është baza në familje. Apo bëjnë sa duhet sot arsimtarët? Në gjykimin tim personal, në fakt arsimtarët po përpiqen shumë, por po i mbyt burokracia. Në kuptimin asaj që janë ngarkuar me procedura, me letra, me gjëra administrative, duke hequr fokusin nga misioni kryesor që është pjesa e edukimit. Siç po ndodh edhe me mjekun e lagjes. E ke vënë re se sa shumë procedura, dokumenta, domethënë merren gjatë gjithë kohës me procedura formale dhe thelbi është punojnë më shumë për letra dhe më pak burokracia se sa pjesa e kujdesit që duhet të ofrojnë për pacientin. E njëjta gjë po ndodh me mësuesit, pra janë mbi ngarkuar kaq shumë procedura, tabela, letra, gjëra administrative, sa po humbet fokusi kryesor dhe qëllimi kryesor, se nuk është thjesht çështja të shpjeguar në orën e mësimit, se sa është të formimit të atyre që do të jenë adultët e së ardhmes, që do marrin në dorë vendin e tyre. Pyetja e fundit profesionale, çfarë është epidemiologjia dhe çfarë është një epidemiologe? Epidemiologjia, se shumë njerëz kur thuhet epidemiologji në momentin e parë duket sikur është diçka që merret me studimin e epidemive, është studimi çfarë do lloj sëmundje, infektive, jo infektive, dëmtimi etj që prek shëndetin në popullatës për të kuptuar sa e përhapur është, cilët janë ato individ që janë më të prekur, cilët janë shkaqet të cilat të çojnë në shfaqjen e këtyre problemeve shëndetësore dhe gjitha kjo bëhet pikërisht për të hapur rrugë, për të implementuar, për të menduar ato politika të duhura shëndetësore të cilat do të bëjnë të mundur pikërisht të përmirësimin e mirëqenies së shëndetit të popullatës. Me pak fjalë, mendo një sëmundje kardiovaskulare. Mjeku sot sugjeron krye aktivitet fizik, ha shëndetshëm, pra sepse e di që këto janë shkaqet kryesore, janë dieta, mungesa e aktivitetit fizik, që çojnë në shfaqjen e këtyre sëmundjeve të zemrës. Por
pa realizimin e studimit epidemiologjik të Framingham, asnjëra nga këto shkaqe nuk njihet dhe mjekët nuk dinë se çfarë të sugjeroni pacientëve të tyre. Njohëm sot Engji Asani, mësuese, profesioniste e shëndetit publik, patriote, dhe mbi gjitha një zonjush e cila ka sharm, klas dhe ka një bokë të madhe dhe një shpirt artistik. Për të gjitha ato që Engji është, unë mundova të zbërthej në gjitha gjërat. Për gjitha ato që Engji është, çfarë mesazhi ka Engji për prindrit, për fëmijët, për nxënësit? Mesazhi është që të kujdesen për shëndetin e tyre. Në përfundim të çdo video në kanalin tim të YouTube-it, unë ju uroj të gjithë shëndet. Shëndeti është baza, është pasuria më e madhe që ka secili prej nesh. Nëse ti nuk ke shëndet, nuk ke asgjë tjetër në jetë. Prandaj është domosdoshme që edhe ne të kujdesemi për të. Maj sa në ke parë, maj sa në ke ndjekur, maj sa pe një mendim për Time Center. Impakti i parë një herë sa erdha ishte pjesa, si çdo njëri tjetër, gjëja si përfaqësore e parë është pjesa e infrastrukturës që më pëlqeu jashtë, se nuk ke çfarë thua, është shumë e dukshme që kushtet infrastrukturore janë avangard. Pra, dhe kjo pjesë nuk ka fare vend për diskutim. Ajo që më bëri përshtypje në fakt është ngrohtësia me të cilën u prita dhe aspekti i marrëdhënies sociale. Domethënë, dua të them këtë që krijon diferencën. Pra, në qoftë se ti je i aftë që të krijosh një ambient të ngrohtë, miqësor, të krijosh atë marrëdhënie sociale me persona që vinë në një shkollë, në një qendër kudo, do të thotë që ti krijon ABC-n e edukimit si duhet më pas edhe të fëmijëve në rastin konkret. Ky dallimi deri dje na pe virtualistët na pe fizikisht. Si dukemi nga se pak popullore është preja, po si dukemi nga televizori. Dhe kur e prek fizikisht, si jemi? Mi përmbushët gjitha pritshmëritë, madje i kaluat. Mund të duket sikur po ju bëj shefin, po unë do thoja këtë që po shefi, mund si qose keni kritik ose vretje. Jo, unë do thoja këtë, që njerëzit le të vinë një herë të bëjnë një vizitë këtu dhe do kuptojnë për çfarë kam fjalën. Faleminderit shumë, a u kënaqë sot? Patjetër, kënaqësi dhe sa herë të doni. Time Center është shtëpia e njerëzve të mirë, është shtëpia e profesionistëve, është shtëpia e kujdo. Mbi gjitha, ne besojmë që institucionet arsimore duhet të krijohen me një objektiv. Arsimi është virtytshmëri dhe është trashëgimi. Është baza. Është përgjegjësi për qytetarin e nesër, gjithçka duhet ta bëjmë për qytetarin e nesër. Falenderoj shumë që ishte në intervistë sot me ne. Ishte kënaqësi. Jemi pritur gjithmonë. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Ka qenë një intervistat më të bukura, më gjithëpërfshirëse, me shumë informacione. Vërtet ishim brenda serialit Varësit, por i prekëm të gjitha fushat. Dhe shpresoj të keni marrë gjithë informacionin. Dhe mos harroni më kryesorja, dëgjoni, lexoni dhe turp është të kesh turp për ato gjëra që nuk duhet kesh turp. Nuk duhet kemi turp të pyesim dhe të themi me zë ato gjëra që na bëjnë mirë ne, por në radhë parë e kemi detyrim për ata që do vinë nesër, fëmijët tanë. Faleminderit që na ndoqët, të mësosh kur në kohë vonë, mirë takofshim në të tjera aktivitete.